4 persona janë arrestuar në lidhje me zjarrin që përfshiu një pallat 12 katësh në kompleksin Arlis, pranë qendrës spitalore Nën Tereza në Tiranë. Në pranga kanë përfunduar inxhinieri Enver Admi, kontraktori i pasadës Altin Furtuna, menaxherja e Big Marketit ku dyshohet se nisën flakët Razie Sula, si dhe administratori i pallatit Agron Cara. Ndërkohë është shpallur në kërkim ndërtuesi i kompleksit Armand Lilo. Zjarri shpërtheu pas ditën e së martës dhe u përhap me shpejtësi në të gjithë godinën, duke shkaktuar dëme të mëdha materiale. Paraprakisht dyshohet se rreth 30 apartamente janë shkatruar plotësisht, ndërsa 10 të tjera kanë pësuar dëmtime të konsiderueshme. Flakët mendohet të kenë nisur në katin e parë në ambientet e një marketi dhe më pas janë favorizuar nga materiali i përdorur në fasad. Forcat zjarrfikse punuan për rreth 4 orë për neutralizimin e flakëve, ndërsa në operacion u përfshi edhe një helikopter. Shkaqet e sakta të zjarrit mbeten ende të paqarta, ndërsa grupi hetimor vijon verifikimet në vend ngjarje për të zbardhur plotësisht rrethanat dhe përgjegjësitë.